Ato që posedojnë tornado, ato që posedojnë jaguar, ato që posedojnë flota, një ditë për ditë vengrejnë zonën se nas lejojnë mu po Bosnë, kur ti të provët Bosnë shëndrojnë me një shoqat humanitare, flasin për humanitetin, ato janë kastraveca, ato nuk janë kur gjo, po në qatë vakt, as për sigurimit, as për OKB-jes, as për anonit, as për ababit, nuk morin një lepo, gjujnë një raket humanitare me mit aspirinin terrorist në Khartoum. Unë kur s'kam një se hapi aspirin është terrorist. Hapi aspirin është mbytësi i terroristave që i në trupin e njerit. Virusi a terrorist do me terroru organizmin, pi njerin e aspirin me mit atë. Po se është aspirinin Khartoum terrorist e duhet me gjujt me raketa humanitare, këtë punë se kam borë për me. Do i kanë, si t'jenë musliman, aspirinat terrorist, a do i kanë raketat humanitet. Kështu pra në këtë bot jeton ti. Piqative lipti me të ndihmu ato me të drejtu punën. E ato kanë bo një shtetë Saudi, pashta e kanë bo një shtetë Jemen, e kanë do Jemenin dy pjesë, tonë e kanë bo një shtetë Oman, tonë e kanë bo një shtetë Imarat, e kanë bo një shtetë Dubai, i kanë bo një shtetit me 400.000 banor, 7 shtete dhe 7 princa mrena, e ato në vitin 28 e banën një shtetë, unë e kam vizitu vetë, se më ka interesu atë që e kam lezu ta shumësi, me 60 persona, 60 vetë një shtetë. 28 vitin, që tash janë bo 700 vetë ato, po ka një princ, ju dhe heq ato. Vendi e ka emnin Fugjera, ati ku është Fugjera në kërën ledzojnë hartë, ati është ki vend. Ato banë një shtet Irak, e pastaj e të lovitën mirë. Ato banë një shtet Siri, e të lovitën mirë. Ato banë një shtet Jordan, Jordani lindor, Jordani perendimor, bregu jugor, bregu perendimor. Ato banë një shtet Israelin Palestin, pastaj një Gaza, një me gaz, një me benzin, një naft. Kështu e banë ato pra. Piqitive ti jetu lip me të bashku, me të ndihmu mu bashku, po jetë e par një andër të mykt. Jetë e par një andër të mykt ti. E pastaj ti po do me i bo me politikën tonë, do të lovi, e une pe të lovit, ato të ne drejtojnë. Ti e të lovit, pra, ato e djegin. Ti e të lovit, ato e djegin. E mirë, shka duhet me bo, pra, duhet ti me u fresku. Mës pari, para se gjithash, duhet ti me fillu, me mendu drejt. Duhet ti me studiu procesin e të menduarit, me drejtu këtë qeshtje, pastaj bëhet mirë. Pastaj bëhet mirë. E duhet ti vetë prej arrestone me mush hamarit, e duhet ti prej arrestone me i mush thast me drift, e duhet me shku në mullit tanë, e duhet a i joti të në shumë pak ku jem të merë, e me millin tanë me mi ushi ato fmit e tu. Këtë pun ti duhet me bo nëse do në me ditë. A gjithmonë me vlaqen e huja. Janë do bujqi, nuk ju bin mas punëve me i bo veglat bujqësore në vetat, se thujnë, kuj shien e kam zengin, be mi du që qëj qësë farë, be ma ostenin, be ma pra një kazëm, be ma një tërfuk, a ma jep qatë kosë, a ma jep qatë vlaqa, një ditë për ditë vaj kuj shia, thot a diqka, jo, s'pë të jap këto, po të thot mje mjeshtri, si kam këto, thot se ka renin, thot i kam të zanë, me gjali jem ka shku me to, krijesore të len me dur për pjetë një ditë për ditëve, e ti jetë, ku kem jetë pastaj, tash ti, moment, këtë moment, ku jem shtet në këtë moment, ku i ke ngull kablin tanë, unë e di ku e ke ngull, jetë e majt ati të kjo se, ani se thot hoxha, aja, pa, qelë këta se lesht, leti, ani se hoxha thot, le hoxha ka zakon, tonë hoxha si njëf gjonat, me diti bash mirë, se sa poza i ka aparati jonë, kur para qëtërat aparat nuk del më fotografu. Nësi kemi aparatat me 6 poza, 36, 24. Vërc, usas. Po dhe një poz bre mu, s'ka, që me bo, këtë qësë? Jo, neve as fleshi nuk nasoset kur, a i blici neve nuk nasoset kur, e pastaj pozat nuk nasosen kur, dipses nasosen i dashur, nuk nasosen se, në aparatin tonë Allahu ka thonë, a i ka thonë për aparatin tonë, ka thonë, kull, lau kane l-bahru midaden, li kelimati rabbi, le nefide l-bahru, qabla në tenfede kelimatu rabbi, thuj se me qenë det në gjyrë kejt, edhe drute e botës lapsa, kishin mu sos, këto e Kurani Kerimi nuk sosët as njerë, do me thonë, pozat e tonë sosën njerëzit, nas kimi ka me fotografu, a na kimi poza hala, s'kimi ka me fotografu, poza kimi na shumë. Ne e dim çka duhet me fol për ato, ne e dim çka duhet me fol për këto më afër,
Ne dim çka duhet me fol për ato të mesmit, ne dim çka duhet me fol për ato poshtë, ne dim çka duhet me fol për ato nalt. Për kejt kemi poza. Veç një punë se kemi. S'pu ka kush mu fotografu në aparatin tonë. S'pu ka se kamerat e qerëve ma modern. Po thojnë ato qerët, po të slikat, kështu po thojnë, po të slikat, edhe po të jep ati më njëherë. Ati në vend po të jep. Veç duesh pak me fladit, kështu pak. Duesh me fladit një kaqore. Apo të ven mirë ka po të fladitin. Klaus Kinkel po na imi mërzit për këtë punë shka po ndodhë shumë. Një flad. Jacques Chirac me gjak një flad. Një kaqore. Apo të fladitin mirë. Lordat edhe Fordat apo të fladitin. Veç po fladites ti. Për dit ka një poz. Për dit ka një poz. Ati e kanë në gazet po e qesin një aeroplan Tornado. Edhe artikulli për kungit aeroplani për Kalamoqit. Edhe une kur për e shof atas, për e di se gazetarët shfar metodet punës kanë. Ato folin sot e zbukurojnë gazetën me një otin, apo me një kalamoqa, me një aeroplan. Folin krejtë si diçka qeter. Une harroja gjithka po folaj. Të e këshira balonin, kështë dalaj balonin gazetë, në esër për më shojshin. Qov pi gjumit. E anë gjami herët, qov pi gjumit. Nisë me mendu drejt. Mbështete atje ku duhet. Mbështetet e ai që ka thonë, nëse më të unë e mbështet punën, ajo kryet ti që shke e dëshirë. Ta shti po e folin një fjalla masash për jashtë ta gjamiës, për këtu në gjamive shvazhdo. Me luftu për pragun e nonës, edhe me luftu për nderin e gruës, edhe me luftu për nderin e qikës tonde, ashtë pun shumë e shenjt. Këta e kanë kuptu të gjithë. E cilën se ka kuptu, piktu e tane, shkurt apo se kanë kuptu njerëzit, ato as podojnë me kuptu vela. Se me luftu shqiptari me Sërbin, Sërbi fiton. Këtë s'podo me kuptu kërkush. Unë s'kam faj, unë po e tham qartë se shqiptari me luftu me Sërbin, Sërbi e fiton luftën. Unë e këta e tham kështu. Kejve s'ju kojtët, s'kam unë faj se s'ju kojtët. Me luftu muslimoni me shkavin, muslimoni e fiton. Unë se diti aparatiot sa poza i ka tash, se më interesa e punë. Se shqiptari me Sërbin, Sërbi fiton, se kis ka arma i ka, për ata i fiton, kur gjojtë përsen, kis ka hiq, a i ka shumë. Me liftu muslimoni me shkaun, muslimoni fiton, se ki e ka Allahun pastaj, e punt a i merë për sipër. Këta s'ta ka thonë, dështë a hoxha unë po ta thamë, kjo s'ke për këtu mrena, kjo mu habet sobe kja. Kjo kështu është. Mirë po parimet vinë konsiderim. Nëse parimet nuk vehen në vagë, nëse atë nuk vehen në pesh, ajo nuk shkon mirë. Nuk mundet njoni pineve me u shpal, unë jam ideologu, apo jam i bindu në materializmin dialektik. Kush ka shku në shkollë e di shka materializmi dialektik. Edhe ai me luftu palën qeter, po në atë ide me ardhë ma shumë. Se keni qartë këto fjallë të mrabe. I di që si keni qartë. Shti i bojmë qartë e nësë. Unë marxist, e ti marxist, unë flas shqip, e ti shkinisht, unë një pushk, ti dimi topa, unë du me të mujtë. Ta shë e kitë qartë, pra. Shtimo e kitë qartë, se më sta mirë shveshe dhe këta, du të me shdrip. Du të me shdrip me elon. Se kjo kja shumë e qartë. E unë nuk di ma shumë shka me i thonë poplit temë. Zdi ma shumë shka me i thonë ati. Po parimet si të venë në vend, qish del punë ato në që qish del? Qish kemi spjegu? Djali e Babakrit e ka pas Abdurrahman emnin. Gjenë spjeguar. Në luftën e Bedrit, ishte me Ebu Gjehilin askar. E kish mështet të Ebu Gjehli. Ma vonë kalojnë islam. A i tha Abdurrahman i babës vetë një ditë e Babakrit, tha, o babë, tha në Bedr të pash. Me pejgamberin alayhis salam. Tha, po nuk gjujta se babë. Tha, unë e zgata dorën, e pas ta jem leva, tha se babë. I tha baba i vetë, me të pas pa unë, të kisha gjujt më njëherë, po unë s'kam pa ku je.
Me pas pa unë të kisha gjujt më njëherë. Ebu Bekri dhe Abdurrahmanin Gjahilije, a janë të natë përzimat dam janë. Këto në popullin ton janë keq të përzim. Popullin ton këto pun janë shumë keq të përzime. E pas ta i pala e popullit ton cëla është pala Abdurrahmanin Gjahilije, i kanë frenat ndorë. Se fatos nano, është Abdurrahmani e Babakrit pa kalun islam. Aja është pa kalun islam. Urdhno tash pra. Tash ushtrien e Muhammed Mustafas e udhëheq Abdurrahmani para se të kalojnë islam. Nuh a.s. Gjë spjeguar për na përsëritemi për freskim. Nuh a.s. ka pas gjallin i cili ka pas emrin Sam. Ai ka pas 3 gjë. Një ka pas emrin Sam, një Ham, një Jafet. Prej Samit kanë thonë historianët janë evropianët. Prej Hamit janë persianët, prej Jafetit janë arabët. Kështu ka thonë do kanë qef me ditë pi ka rrëdhën këto. Këto rrëdhën pi dhajvit këtë. Shkurt. Këto rrëdhën këtë pi dhajvit. Tha o Zot, inna bëni min ahli, tha ki gjali jem po bot, po batiset bota, po ki gjali jem a tha i jemi o Zot shpëtoma. Tha innehu lejse min ahlik, tha ki sashi joti o Nuh, o dosti jem ki sashi joti, innehu amelun gajru salih, tha kja pun pa pun, amelun gajru salih, kja pun pa pun. Këto janë parime. Pa u dhu parimet në prag, zban me kalu jashtë pragit me shku me boj një pun. Me spari parimet du të me i vu në prag. Parimet. Qka i ka bo Usamja i Saudijës shteteve të bashkume të Amerikës zarar? A ka kush përgjigjet? Njonin këtë botë për 7 miliardve me ngrejt gjishtin a më me insaf. Jo laf pa lafat me fol. Pa ato që i din me ngrejt gjishtin me thonë, qfar dëmi i ka bo Usamja i Saudijës shteteve të bashkume të Amerikës? Një trektar. A janë trektar? Qfar dëmi i ka bo? Qka ka të lovita gjë? A i si ka bo dëmi hiq kur gjo, kur nisen. Po Clintoni ashtë interesum që ti edhe aspirin mës me prodhu. A ashtë interesum fabrikën e aspirinit ti du të me të aprish. Derisa i ndërton ato brodat me 1.000 aeroplana në podrum edhe në rafshnal. A i sa të bo kur gjo? Ka ardhë me anije në borrin tanë, prej o borrin tanë e gjunë lavin tanë, aja është humanitara, po. A ti shka je, si të bajsh fukarat, si t'ji për stipendia, si derdhësh pare për stipendia të fukarave, si t'ju qojsh studan njerëzve hapa, po t'ja mërish fabrikën që ta kene afer, shka je terrorista, po. E pse je terrorist, për jenë vërtetën. Sot terrorista kush ashtë vërtetën, kush ashtë hak. Mua se në mësojnë terrorist, po mësojnë pak ma pak, mësojnë fundamentalist, po mësojnë edhe pak ma gjallë, ekstremist. Thonë edhe muslimanet që kanë ngojnë gjami dhe ato bindën. A, thonë, hoxën e kemi pravi fundamentalist. Të lifdojnë ato. Shka në fundamentalist? Turpa me përmen. Qatë fundamentalizm? Fundamenta bazë. Fjala fundamenta bazë. Shpijen e mirë. E ke fundamentin e mirë shpijen se ke shpijen e fort. S'ke fundament, si e i fort. Mirë po që shtu. Thojnë qertë dhe na thojnë më njëherë. Ekstremist. Këto fjalë, këto duhet populli rinia jonë ti nëzërë për fjallorit vetë më njëherë, se këto janë hapa të hujt me i hongër për rinia jonë për me mendu si qerët. E majtë smrami e mbështetin të ato shka i binë kutit e hapave. A gje mbështetin? E mbështetin atje. Ku që 300.000 njerëz rinë në qjelin e hapun, a NATO pakti i NATOs i cili posedon arsenale, arsenale, gjunë midis Bagdadit sërë doje, gjunë Afganistan sërë doje, gjunë Khartoum sërë doje, gjunë ku doje sërë doje, s'ka mundësi me pru buk me hangër shqiptarët që rinë në kupën e qilit hapën. S'ka mundësi me pru buk sot. Qish me kalu? S'ka ka me kalu? Ka kaloj brajo raketa agje. Ka kaloj brajo 2500 km të rinë shkretinë në Afganistanit, ka shkoj. S'ka mundësi. Pra, a je me mu e tash pra, ku e kem shtetë? Na po folim për mbështetjen tonë. Ku e kem mbështet? E kem mbështet, ta ishka s'ka mundësi. Urdhno pra. Ka thonë Kur'an hadith pejgamberit alayhi salatu wasalam, "Law annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu khamasan wa taruhu bitana." Tha me mbështet te Allahu ju për nime.
mbështetje të vërtet ju jap me hongër, sikur shka ju jap shpenzve. Sikur shka ju jap shpenzve me hongër, që ashtu ju jap edhe juve. Po e keni mbështet që tërkun, e keni mbështet të vopeka gjit, prit një të vopek. E keni mbështet të leblebi gjit, prit një leblebia pra. E keni mbështet të ato hajgare gjit, prit një hajgare. E keni mbështet të namusëzat, prit një këta pra, që të stenë zven. E ne keni mbështet të ajshka së në po del pi grave kur qish. Sa po del pi njonës që tra po e ngren procesin më njarë, thot edhe unë jam në len. Edhe unë jam në len. Plot. E keni mbështet të ajshka duhet me dal në gjyq, me pranu para kejt botës. Po, Monika Lewinsky pat të drejt. Po. Tha se ka bon, me të vërtet ka bon praks në shpijen e bardh. Ka bon praks, akon praktikante në shpijen e bardh. Në shpijen e bardh dhe ka bon punën më të zezë. Ma i bardhe në shpijen e bardhe ka bo punën më të zezë. Pra unë kur i tha shpija zezë kam pas të drejta. Pre ati del çdo e zezë në këtë botë. Pre ati del çdo e zezë në këtë botë. Allahu gjelle gjelaluhu e gjelle shanu. Në ndihmoft neve që të këthemi shpijës bardhe. Tonës, shpijës bardhe tonës. Në ndihmoft Allahu që na të këthemi veprës bardhe. Veprës tonë të bardhe. Në ndihmoft Allahu që na të këthemi mendimi tonë të bardhe. Në ndihmoft Allahu që t'i këthemi ftirës tonë të bardh. Në ndihmoft Allahu që t'i këthemi shtetit tonë të bardh. Ati të madhet që na ka hije me qenë antarë të ati. Na jemi në hije në ati 1.700 milion njerëz. 1.700 milion njerëz. Ati janë të gjitha mendet. Pse shteti jonë është i varfër? Pse shteti jonë ama shumë i varfër? Njerëzit thojnë a janë shi varfër për kete. Ato faktikisht nuk e dim pse është shteti jonë i varfër. Aja është i varfër se kalon Allahun. Aja është i varfër se 50 vete ka luftu Allahun, edhe ka luftu besimin e ati. Aja është i varfër se për një saat, prej orës 12, në vitin 1967, deri ora 1 pik drekës, 2.750 gjamia, 2.750 minare i ka rënu me traktor. Aj para ta është i varfër. Allahu hakin e vete merë. Aj në Kurani Kerim, surat Ali Imran, ka thonë, inna Allaha Azizun dhuntikam, jam i gjithmundshëm, hakin tem pa e morë se lo. A i kështu ka thonë, hakin tem pa e morë se lo. Shteti jonë është i varfër, se është njerëzia në te varfër në mende. Mas i shku në ato që e kanë rënu 2.750 minore për një saat, erdhën të krar ato shka rënujnë minore. Erdhën tash të krar ato shka rënujnë minore. Kanë nismen e me rënu minore më njëherë. Institutet e Kurani Kerimit të hapuna në fushën humanitare i kanë shëndru prap në shkollat e partijës, në institutet partijake. Për ata është i varfër. Allahu gjelle gjelalu ka thonë prap po e thamë, unë hakin tem e marë, se lopa hakin, kush marrë në minarën, hakin tem ja marë ati, nuk e lopa e marë, se minarja është punë e shejta Allahu gjelle gjelalu. Në minare thuhet Allahu Akbar, Allahu është ma i madh, pëse a i me të vërteta ma i madh. Ka thonë kush marrë në vendin ku thot Allahu ma i madh, a i ka dash me më zvoglu muë, ka ta marru në para vete e zvoglojun ata. Wa men arada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Kush e leudhën teme, ka thonë Allahu, i baj një jetë me brenga, e lo ata pa buk, nuk o mërzita e pun fare, e lo ata pa shëndet, nuk o mërzita e pun fare, e lo ata pa shtet, nuk o mërzita e pun fare muhiq, nuk i kushton Allahu gjelle gjelaluhu, tijet kushton shumë. Erdi puna që shqiptarët 6 milion në Balkan tash momentalisht me u marru prej fez vet. Këtu erdi puna, po marron prej fez vet. Po marron, a kur se ato të kriqit, nuk po marron për midis Korçës, me dal di reshta, e me u reshtu në qitet, e me kriqa, e me gjibe, e me shala po thamune kushtimisht, me dal me hes në për Korç, atëherë kur Sabri Koqi, krijetari i komunitetit musliman shqiptar në Shqipni, ndalon gjogjallarët prej Maqedonisë shqiptar, tin shak me shall edhe me gjibe në Shqipni, se këtu s'ka qetër veç muë, këtu anë një hoxhë dhe ubitis, vetëm Allahu për veti thot s'ka qetër zotna. Veç unë jam, veç a i thot, e njerëzit nuk thojnë. Pra kur ato arritën që krijetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, ta bindin që mos lejon hoxhallar me hi me shalla në Shqipni, ato ja qelen udhës vet me dal, me kallëzuse, ju shka jeni të shallit, s'jeni këtu, po na jemi këtu. E pastaj krijetari kur të bije pe ative, ti mos me pas vakt me mendu se a mundet me qeni keq, që ti thu,
Ti thu bosh, a që i vëbek thu, po shqip po fol. Kështu thu, shqip po fol. Edhe tradhton ti e gjuha e nënës pas taj në këtë rast. Malazezët arritën që 75% të populatës së Shkodrës me i boli letër njoftim të ative, një dhe letër njoftim të Malitëzi në ambasadën e Jugosllavisë në Tiranë. E pas taj 75% populata e Shkodrës me ta mujnë me punu tregtin në Malitëzi pa kushte, tregtin Malitëzi pa kushte. Në esër Malitëzi për e pregadit terenin për qëtërsen, me ju thonë kombëve të bashkume se 75% kjo populata është e jemja, unë edhe me vend duhet me pas këtë vend, kejtë s'po shofin ondrëve shqiptarve. Vetë shqiptarë po shofin ondrë hala, i ka tradhtu gjuha. I ka tradhtu gjuha ato të mos me dit me dasht edhe me kultiu ata, të mos me dit çka do me thonë gjuhë. Tu mos me dit çka do me thonë me një gjuhë, me u përzi shumë popuj, me u përzi shumë ide, me u përzi shumë gjana, me u përzi shumë interese. Unë kam halash, kam me thonë sot, po s'kam fyt mo. Për atë, tiri javën e arshme, takomi inshallah në nënhien e fjalëve dhe këshillave të Allahu Gjelle Gjelalu të pregaditura, ato më të bukrat, ato më të shtrejtat, ato më të këndshmet, e më të pakëndshmet për ato që s'kuptojnë, me ja thonë popullit tonë se është koha e fundit, nuk ka 5-12, ka dalë 5-12. Nuk ka shora 5-12, 15-12 ka dalë. O, rini e dashë, trazoh. Trazoh. Mos lejo me tradhtu gjuha. Se di malazez Shkodran, di malazez Shkodran, që folin Shqip, i hodhën 100 gjem në posien e minave në kufinin Shqipni Kosovë. Ato ishtin në posi, të folë Shqip ishtin në posi. Kështu tradhtohesh me gjuhën tonë ti. Nëse ti gjuhën tonë se di pse e ke, nëse ti nuk e di, edhe kush qëtër kush mundet me folë ata. Unë di arabisht shumë mirë, e di arabisht e një zakonisht. Doktorat që më kanë bo provim, ato kanë nënshkru për atë punë, se kanë bon 213 provime në atë e gjuhë, 213 provime po në atë e gjuhë, në njeri që i kalon 213 herë, para doktorave të shkencës me një gjuhë, a i njeri që shë një fatë gjuhë, si thuti. Pra unë, nëse nuk jam njeria Allahut, atë popull që ja di atë gjuhë, muj me tradhtu se herë du, po këtan se baj, pse ja vdi gjuhën. Kush e ban pra, a i që sa i joti e di gjuhën tonë. Unë di gjermanishtën shumë bukur, gjuhën gjermane di shumë jashtë zakonisht mirë, po s'du me tradhtu atë popull, se s'kam se tradhtoj. Vetëm ne jemi tradhtu nga gjuha e nënës, vetëm ne jemi tradhtu nga gjuha e mamës edhe gjuha e mamadheut, jemi tradhtu se edhe të vlorës vetë kanë dash me nga tregu se jemi shqiptar. Edhe Fatos Nano fol Shqip, edhe Pandeli Majko fol Shqip, edhe a Paskalli Milo edhe a i fol Shqip. Trazo, qish dush me fol ti? Ti dush me fol në gjuhën e Allahut. Në gjuhën e Allahut do me thonë të folësh gjuhën e emanetit. Jo fjallet, jo fjallorin, po fjallorin e zemrës, fjallorin e shpirtit, fjallorin e përgjithësisë, fjallorin e akhlakut, fjallorin e moralit, fjallorin e ndjenjave, fjallorin e ngritur, fjallorin e besimit në Allahun e ke, jo e ke hub, ke të qërë fjallor të kofshin për hajrë, humbjen e ke në prag, walillahi l-Fatiha.